Të dashur steriot, të dashur agim dhe mentor, me qenë se Feksori dëshiron të ngrër një shëndet tuajnë sot këtu, unë dua ta filmoj. Por, një parantes, ky takim që bëjmë ne sot këtu, bëhet sepse Feksori dhe unë këto 2-3 ditë kemi patur ditëlindjet dhe ne gjithmonë i bëjmë bashkë. Dhe si që shikoni, këtu janë një grup i madh fterianësh, nga ata që i kini për zëmër dhe u kanë për zëmër dhe që me gjithë shpirt e me gjithë qef një peticion që u bë këtu me iniciativën e vullnetit për operimin dhe shërimin sa më shpejt të Agim Gashit, jo e kanë firmosur, po thonë a kemi mundësi të vemi atje të na shikojnë dhe të na dëgjojnë të tërë. Tani unë kam vetëm një vështirësi, duke qenë se të tërë këta duan të flasin, unë jam i detyruar që të regjistroj vetëm Feksorin dhe pastaj një përfaqësues tjetër të fterës, Rebi Korkutin. Të dashur Agim dhe mentor, e filloj me Agimin sepse ju Agimi jemi në vështirësi shëndetësore. Për momentin jeni në spital. Ju urojmë shërim të shpejt. Ju urojmë që t'jeni përsëri në tavolinën tonë, këtu me fteranët tuaj të dashur, siç keni qenë bashkë me mentorin. Uroj shërim të shpejt, jetë të gjatë dhe të rrosh të martosh edhe gocën tënde, Azalean. E mirëpresim këtë ditë. Kështu që gjithë fteriotët të mirëpresin dhe të urojnë, gjithë fteriotët janë këtu. Ja, ky është një fteriot që nuk ka patur rasin të takoj direkt, por ta thot vetë. Unë i kam njohur nëpërmjet internetit, edhe vjershat e s'kan shkruar edhe vizitat në fterë të gjitha, vetëm duhet të them një gjë. Juve keni ardhur edhe i bëj fterian tashi, ndërsa një fteriot para 92 vjetësh ka shkruar për Kosovën, Isuf Avreti. Bravo. Shikoni krerët e mia si dergjen në fqinj, Kosovë Çamëria në Grekun e Serbin. Ju djema pushkët rëmbeni t'i bëni armikut ballë, këto vise t'i kërreni prati jini faqe ballë. Kështu që edhe para 100 vjetësh, fteriotët dhe shqiptarët u kanë pasur në zëbër. Dhe pas këtyre vargjeve të Rebiut, Ja brezirish do të duam të përshëndesim duam të përshëndesim edhe mentorin, i dashur mentor. Të urojmë shëndet, jetë gjatë, juve, familjes tuaj, çunave të tu të dashur, dhe jeni të mirëpritur që të vini në fterë, në Tiranë, siç keni ardhur edhe më parë. Ju presim, gëzuar. Dhe tashti, dy fjalë nga vullneti, ai që bëri lidhjen tuaj me fterianët tuaj të dashur. Agimi dashur dhe miku jot që erdhen në fterë dhe që erdhen mes nesh, jeni njerëz të paharruar. Këngët tuaja për fterën dhe për fteriotët i kemi në zemër. Nuk u harrom asnjëherë. E vetmja dëshira jonë në këtë çaste, kur ne festojmë datëlindjen e dy miqve tonë të mëdhenj, Agronit dhe Feksorit, është që jeta juaj të zgjatet, që juve të kemi edhe një herë mes nesh, sepse ishte një gëzim i madh që ti nga Gjermania dhe nga Kosova bashkë erdhe i tërhequr nga ftera jonë, nga mendimi fteriot, erdhe të na përshëndesësh ne, të na këndosh ne. Të duam të vish të këndosh prapë për ne dhe ne të këndojmë për ty. Mirë se të vish dhe të presim. Faleminderit. Dhe profesor doktor Muzafer Korkuti, akademik i shkencave, ka një përshëndetje të veçantë. Urime jetë, shëndet, gjithë të mira tuaj, nga zemra.